Abuzimi seksual ndaj të miturve është një nga format më të rënda të dhunës me pasoja të thella psikologjike, emocionale dhe sociale. Sociologja Antela Binjaku thekson se ky fenomen shpesh ndodh në mjedise familjare ose komunitare ku besimi keq përdoret, ndërsa shton se të miturit janë më të rrezikuar për shkak të paaftësisë për të kuptuar situatat manipuluese e për të vendosur kufi të qartë. Shpesh herë këta të mitur që janë në konflikt me ligjin kanë një sfond familjar mjaft problematik, në kuptimin që ose autoriteti familjar është i dobët, ose aty mungon ky autoritet familjar, ose familjarët janë ndjerë në një çast të jetës këtij të mituri të pavëmendshëm, të pakujdesshëm, ose shpesh herë të pafuqishëm për të ndikuar në sjelljen e fëmijës së tyre, dhe kjo mund t'i ketë çuar ata drejt sjelljes së rrugës, drejt krimit të rrugës, drejt ngjarjeve me sfond kriminal. Të tjera situata, pra që çojnë në këtë dobësim, të themi të sjelljes së adoleshentëve, lidhen ngushësisht me mjedisin ku ai rritet. Madje ka shumë teori, të cilat flasin se është mjedisi që i bën. Dhe për këtë arsye mjedisi është rritur ngushësisht në faktorët familjarë dhe shoqëror. Sipas Binjakut, pasojat për viktimat mund të zgjasin gjatë gjithë jetës, ndërkohë që thekson se trauma pësojnë edhe fëmijët dëshmitar ose ata që rriten në ambiente ku normalizohet dhuna seksuale. Pasojat psikologjike tek të miturit, të cilët abuzohen në vegjëli, janë shumë serioze, janë afatgjata, kërkojnë një ekspertizë shumë të thelluar, shumë dimensionale, shumë komplekse, ku përfshin shumë specialitete, jo vetëm një, dhe si të tilla kërkojnë një ekspertizë mjaft serioze. Nuk duhet të harrojmë që për secilin njeri fëmijëria është një fazë shumë e rëndësishme. Çfarë përjeton gjithsecili në periudhën e vegjëlisë është e shoqëron atë, pothuajse gjatë gjithë jetës. Sigurisht, njeriu me kohën, me rritjen, kur përmbyllen edhe disa procese, siç janë ato të zhvillimit neurologjik, patjetër që fiton mekanizma mbrojtës, krijon mekanizma të rinj për të përballuar dhe për të rezistuar traumën, për ta trajtuar traumën, si të themi, me mjaft vendosmëri, me mjaft këmbgulje, po sërish pasojat ndjehen. Ato duken, fjala vjen, tek ulja e vetbesimit, tek ulja e besimit tek të tjerëve, tek ndjenja e dëshpërimit për të gjetur në vijim njerëz tek të cilët mund të mbështeten, mund të besojnë, raporte familjare të shëndetshme, që po ashtu vijnë në rrezik dhe kërcënohen pikërisht nga kjo traumë e vegjëlisë që i ka rrënjë të thellë dhe vijon domethënë të jetë bashkëshoqëruese. Fëmijët që mund të jenë dëshmitar të skemave të abuzimit seksual janë po ashtu të shënjuar, për mendimin tim, përjetësisht nga këto skena, sepse pasojat e traumës janë më të gjata se sa vetë trauma, dhe shpesh herë ato imazhe, ato përjetime janë të ngulitura në psik, dhe nëse nuk trajtohen me këshillues, me psikolog, me punonjës social, me psikiatër, pse jo, ato janë të destinuara të flenë, të qëndrojnë në heshtje, por si në shumë raste ndodh, këto funksione të heshtura shpesh herë kthehen dhe shndërrohen në disfunksione. Sociologja Binjaku thekson gjithashtu se fenomeni abuzimi seksual ndaj të miturve nuk është vetëm çështje individuale, por një problem i strukturës shoqërore që kërkon reagim të koordinuar për të mbrojtur fëmijët. Element që ne vëmrese nuk shkon në drejtimin e duhur tek të miturit, ajo është një përgjegjësi patjetër e të rriturve. Mund të jetë e familjes, mund të jetë e shkollës, mund të jetë e mjedisit ku është pjesë, ose mund të jetë e të gjithëve bashkë. Prandaj, për të parandaluar raste të këtilla, pra të abuzimit të miturve, nevojitet shumë vigjilencë, nevojitet shumë këmbgulje, nevojitet një bashkërendim i shumë aktorëve, përfshirë këtu familjarët, shkollën, komunitetin, policinë, institucionet e rendit, dhe të gjithë elementët që përfshin veçanërisht
faza shkollore ku përfshihen natyrisht edhe punonësit e sigurisë apo psikologët shkollor. Nuk duhet të harrojmë që abuzimi seksual është ndër abuzimet më serioze, më të vështira për të trajtuar, sepse bashkëshoqërohet aty stigma, pasiguria, frika se ndjesh i pabesuar ose i pabesuar shumë. Krimet dhe abuzimet seksuale ndaj të miturve janë çështje jashtëzakonisht delikate dhe nuk duhet të trajtohen lehtë në publik. Sociologja Binjaku kërkon që çdo informacion mbi këto raste duhet të trajtohet me kujdes maksimal, duke respektuar privatësinë e viktimave dhe duke ndjekur kodet ligjore dhe etike. Mendoj se abuzimet seksuale me të mitur duhet të janë rastet që duhet të trajtohen me shumë kujdes. Domethënë, kodi deontologjik i gazetarit duhet ta ketë prioritet, veçanërisht këtë temë. Dhe i mjaft të tjerëve që i trajtojnë domethënë këto krime ose këtë abuzim seksual, sepse fëmijët rriten, gjurmët mbeten nëse ato janë trajtuar publikisht në media dhe mund t'i bashkëshoqërojnë, mund t'i ndikojnë, mund t'i rëndojnë psikologjikisht edhe më tej. Prandaj mendoj se duhet të trajtohen brenda kodit që i lejohet dhe jo të bëhen lajm pa kurfar filtri për shkak se publiku, opinioni ka interes. Në qarkun e Gjirokastrës, fenomeni i abuzimit seksual tek të miturit edhe pse në shifra të ulta vazhdon të ekzistojë. Statistikat zyrtare të rasteve të denoncuara në polici referojnë se gjatë gjithë vitit 2025 janë regjistruar 4 raste të denoncuara, ndërkohë për 3 mujorin e parë të 2026-s, policia e Gjirokastrës ka regjistruar gjithashtu 4 raste.